Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se nëse nuk ka një marrëveshje për formimin e qeverisë në seancën e së dielës, atëherë ajo do të ftojë partitë për të parë nëse ndonjëra mund të sigurojë 61 mandate. Nëse ka marrëveshje, mund të mbajë seanca dhe mund të ketë qeveri. Nëse s'ka marrëveshje, atëherë si president e eventit do të ftojë të gjitha partitë politike për të parë nëse ka mundësi çdo kush të krijojë shumicën, sepse mendoj se është përsëri herë të flasim për zgjedhjet e jashtëzakonshme, por ajo është një alternativë nëse nuk krijohet shumica. Sipas kushtetutës në Kosovë, në rast se kryeministri Albin Kurti nuk arrin të formojë qeverinë, presidentja ka detyrim brenda 10 ditëve të konsultohet me partitë politike për të vendosur nëse ndonjë forcë tjetër mund të sigurojë shumicën parlamentare prej 61 deputetësh. Nëse as pas këtij procesi nuk arrihet të formohet qeveria, Osmani është detyruar të shpallë zgjedhjet e reja brenda 40 ditësh. Ky paralajmërim vjen pas deklaratës së Kurtit me 21 tetor, i cili lat kuptohet se vetvendosja mund të dështojë në përpjekjet për të ngritur ekzekutivin, duke nënkuptuar se alternativa mbetet shkuarja në zgjedhje. Situata tregon tensione politike në vend dhe vështirësitë për arritjen e një konsensusi mes partive për formimin e qeverisë së re, ndërsa qytetarët presin vendime që do të përcaktojnë rrjedhën politike të Kosovës në muajt e ardhshëm.